prindve dhe ju faleminderit për interesin dhe duartrokitet të cilat janë një impuls i fuqishëm, një motivim që nga emisionet tona të dalin mesazhe shumë të fuqishme, të jenë shumë të dobishme për ju. Do diskutojmë një temë që sot është dhe debat global, prindërimi në kohën digjitale. Dikush e quan kërcënim, vërtet atë risi teknologjike, sidomos me rrjetet sociale që është futur në jetët tona, në shtëpitë tona, si një demon që më të vërtet po na merr qafë edhe ne të rriturve, po edhe sidomos fëmijët, ato që i kemi pikë të dobët, sepse të paktën ne këtu në studio të tre jemi prindër. Kemi fëmijë, kështu që edhe ne na intereson të diskutojmë midis njëri tjetrit se çfarë do bëjmë dhe sigurisht shumë prej jush. Atëherë, për ta diskutuar këtë temë, unë kam të ftuar imamin e xhamisë së Skënderit, Bedri Sula. Mirë se të kam në studio, dhe Fitesa Aslanin, që është aktiviste sociale, që gjithashtu ka dhe ajo ato meraqet e veta prindrore, dhe që do na shpalos dhe ajo idet e saj, ato sfidat për këtë moment ku ka mbritur bota dhe jetët tona. Si du ta shikojmë këtë që ka ndodhur dhe a ka një kundërshtrim kuranor, Bedri, për këtë risi? Pra, Kurani, libri i Zotit, e ka përfshirë çdo zhvillim shoqëror, çdo zhvillim njerëzor dhe ka ofruar recetë për çdo befasi ku ne ndodhemi? Fillimisht faleminderit për ftesën, përshëndetje për ju dhe për teleshikuesit. S'ka dyshim se libri i Zotit, përderisa buron prej të pagabushmit, në vete ngërthen shumë mrekulli dhe shumë ilaçe për të kaluarën, tashmen dhe të ardhmen. Dhe edhe në lidhje me temën që e përmende, s'ka dyshim se Kurani i flet për të ardhmen dhe flet për sfidat të të ardhmes dhe për përgatitjen e individit, familjes dhe shoqërisë për atë që e pret në të ardhmen. Fillimisht e kisha tërhiq një paralele rëndësia e të qenurit prind, se sa e shajt është kjo lidhje që Zoti ka bën që njerëzimi të zhvillohet, të shtohet përmes një lidhje që Zoti ka bërë shajt. Për shembull, në pjesën e fundit të Kuranit, Zoti betohet në prindin edhe fëmijën. Pasha prindin edhe fëmijën, thot Zoti. Dhe e dim që Zoti i Madhreshëm, në gjërat në cilat është betuar në Kur'an, janë gjëra shumë të vlefshme. Prandaj, në këtë ajet kuranor, Zoti do më na tregu neve që edhe prindit e Zotit është i vlefshëm, po edhe fëmiu është i vlefshëm. Dhe lidhja mes prindit edhe fëmijës është diçka e natyrshme, është diçka njerëzore dhe Zoti fton dhe merujt këtë lidhje. Për me tërhiq theksin të prindit, ashtë të përgjësia e prindit. Zoti i drejtohet prindit të ruje veten dhe familjen tonë nga zjarri. Na shpesh herë në komentimet e Kuranit që i bojmë zjarri, më njerë njeriu të shkon mendja në botën tjetër, dënimi për ata që cilët nuk i kanë bind urdhnit të Zotit, por mendoj që ky ajet ka kuptim edhe për botën në cilën na jetojmë. Domethënë zjarri simbolizon sfidat e mëdha, cilat mund të jenë devijime të kohës, nëse prindi nuk e lun rolin që duhet, ka mundësi që ai të jetë zjarr, gjithsesi devijim për fëmijën e tij që me humb fëmijën këtë botë edhe në botën tjetër. Po ka dhimbje që të përvolojnë edhe. Po, edhe profeti alayhis salam kur ka folur për përgjegjësinë e prindve, ka shpreh shumë bukur. Ka thënë secili prej jush jeni bari, rojtës për atë që ju është besuar familjen e juve. Është fjala për fëmijën. Prandaj Zoti do ta pyet njeriu edhe ditën e gjykimit. E ke rujt amanetin që ta ka dhënë Zoti, apo e ke humb? Dhe tash të e pas parasysh gjithë këtë tekste kuranore dhe hadithet pejgamberit për rëndësinë se me qenë prind përveç që është nder dhe privilegj, një dhuratë prej Zotit Madhreshëm, të njëjtën kohë është edhe përgjegjësi. Po ajo çka na duhet me kujtu këtu është se pejgamberi po thotë çdo foshnjë lind natyrshmëri, lind pastërti. Prandaj sfidat e jetës nuk guxojnë asesi që me turbullu pastërtinë cilën e ka kriju Zoti i Madhreshëm. Prandaj këto prindi duhet të jetë vigjilent, duhet ta kuptoj përgjegjësinë e tij dhe duhet ta di që amanetin e Zotit me rujt çfarë do kohë që ai jeton. Për arsye se sfidat ne nuk duhet të ikum sfida, po duhet gjejmë metoda çush mu përballë me to. Edhe në epokën digjitale, prindit duhet ta njeh këtë epokë
të një pajisje digjitale, të një medjen sociale, të ketë qasjen tu, në mënyrë që ai ta përzgjedh atë që është më e dobishme për fëmijën e tij. Kjo ndoshta është si fillim i pyetjes që Po, ke bërë një hyrje të mirë dhe mjaft të kuptueshme, që do thotë që edhe kjo epokë digjitale është pjesë e jetës dhe është pjesë e sfidave. Dhe gjykimi se fakti që nuk ka ekzistuar dhe sot ekziston nuk do thotë që në atë kohë që s'ka ekzistuar ka qenë më mirë, pra sepse çdo kohë ka sfidat e veta, sepse çdo kohë njeriu ka menduar që është më keq realisht nga pikpamja një lloj ngërçi psikologjik. Atëherë, me ju, zonja Fitesa, ju si e shikoni në këndvështrimin tuaj atë konektikimin sot të fëmijës në botën digjitale? Në gjykimin tuaj. Fillimisht dishta t'ju përshëndes, t'ju falenderoj për ftesën që më keni bërë në emisionin tuaj. Vetë të qenurit prind është përveç të gjitha vështirësive që ka, është edhe një kënaqësi e vërtetë. Në momentin që në fakt që dëshiron të bësh prind, e ke automatikisht një butësi e cila ta përshkon të gjithë të qenjen tënde. Tani në kohën e sotit të jesh prind dhe të përballesh me sfidat me të cilat tani po përballemi ne të gjithë, nuk është edhe e lehtë. Por në një anë nuk është edhe e vështirë, nëse vetë prindi është kryesisht i informuar dhe i edukuar, merr mundin që ta njohë më mirë këtë çka ti themi, kësaj bote të re, e cila nuk ka ekzistuar në kohën kur ne ishim fëmijë. Tani neve na takon që të informohemi sa më shumë, ta njohim më mirë, sepse në momentin kur ti e njeh diçka më mirë, edhe din ta mbrosh edhe fëmijën tënd nga ajo. Është kohë në të cilën kryesisht po abuzohet me qasje në për rrjete sociale, në për teknologji të ndryshme. Fëmijë me celular në dorë, duke luajtur, sepse është dhe kjo pjesa tjetër e sendit, e arktimit me sendit. Mirë, po si prind duhet ta dim të bëjmë një orar, të ndajmë kohën në mënyrë racionale, të mos e përjashtojmë për një herë teknologjinë, sepse s'është e mundur me dalë komplet prej kohës ku po jetojmë, por ta bëjmë një baraspeshim, një orar, edhe ti kyqim edhe fëmijët, por ti kemi vazhdimisht edhe në nënvëzhgim. Pra, ju jeni për të mbajtur një lloj ekuilibri, pa për kujdesur për të mbajtur një lloj ekuilibri, për ta racionalizuar. Pra, nuk jeni për vendime ekstreme. Jo. Mos t'ja lesh celularin në dorë, jo këtu, pra në një farë mënyrë një offline i fëmijës, që mund të ketë edhe pasoja pastaj, sepse do mbetet prapa trendit. Pikrisht. Fëmiu vazhdimisht duhet me qenë informuar, duhet me qenë në ngjarje, edhe të di ta përdor, sepse ai do të jetojnë në kohën kur do të punësohet, do të shkollohet. Tani edhe kurrikulat e shkollës janë të gjitha duke përdorur laptop, duke përdorur tjera, në të cilat fëmiu patjetër duhet të jetë informuar, të di ta përdor. Po edhe si prind, unë i kisha ftu të gjithë prindërit ta njohin më mirë edhe rrjetin social, edhe teknologjinë në përgjithësi, që të dinë edhe si ta bëjnë një kontroll. Jo ndoshta bash kontroll të rrept, por të dinë pak a shumë se çka shikon fëmiu, çka. Po Bedri. Po unë kisha ndoshta me përmend një rast prindi për shembull kur e shef fëmijën e tij angazhuar me celular. Dhe këto janë skena të zakonshme. Po, ndoshta e përdor si metodë të edukimit me dënu fëmijën e tij dhe ngujon një dhëm tjetër. Dhe pas një kohë shet që fëmia shumë nuk ka sheja të gjallërisë në kuptimin që nuk dëgjohet za apo diçka, dhe kur hene shet që ai ka hinë në laptop. Domethënë bota virtuale sot ka shumë mundësi për mu kyç në botën virtuale, dhe edukimi i mirëfillt qysh në vezili, sidomos në moshën prej 1 deri në 5 vjeçare, është esenciale që fëmijët ta kuptojnë edhe ta kalojnë ma lehtë sfidat e kësaj epoke. Pra nuk është zgjidhje që t'i ndalojmë ata apo t'i izolojmë në kuptimin e përdorimit këtyre pajisjeve, po zgjidhja është që prej fillimit mundohemi që të fëmija sa është brëm t'ja llojmë formën, për arsye se prindi
nuk duhet me ikë për përgjithësisë që e ka, dhe realisht nuk mundet me ikë, për arsye se fëmiu është ai që është pjesë e tij. Dhe kur po thot pejgamberi çdo fëmijë lind natyrshmëri, po të prindjen ata të cilët jallojnë kohën. Prandaj edhe në pokën digjitale, edhe në këtë kohën e këtyre sfidave të mëdha në jetën dinamike, prindi duhet me gjetë metodë se si mëjallo kohën fëmijës tij. Nëse fëmia i tij devijon, atëherë problemi është tek prindi. Sa ai nuk është mirë. Na sot kemi problematikë se prindet kur kemi bisedë si teolog me ta, shqetësimet e tyre që i dëgjojmë, e shohim që ankohen se nuk po na dëgjojnë fëmijët. Problemi është se këta nuk janë merr në kohën kur kanë mujt me mbjell të fëmia. E kanë lë brumin mu pjek, dhe pasi që të pjeket brumi mundesh me do. Po me allon formën është problemi allon formën. Dhe unë kisha thënë që këtu na duhet me pas shumë kujdes. Kur tham prindë, kam për qëllim edhe baba edhe nana. Sidomos nanat tona kanë një rëndësi të veçantë për kontributin që kanë dhënë dhe që qellojnë. Se nganjëherë sot është bë, ndoshta si mod që ka thirrje të jashtme që nana mos me qenë e zoja shtëpisë, mos me qëndru në shtëpi, mos me eduku fëmin, ndoshta edhe përqeshet nga bashkëmoshatarët e saj, pse të qëndron në shtëpi me dalë me punu, me angazhu, edhe pse na e dim që edhe puna, angazhimi është obligim si për moshën ashtu edhe për femrën. Mirë po, puna që nana e bën familje me edukimin e brezit të ri, që është një përgjegjësi e madhe për ta, atëherë kjo jap fryte për një shoqëri dhe një familje të qëndosh. Do të isha kthy pak në histori rastin e Hatixhes. Radiallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me ta, në momentet e fundit të jetës së saj, pejgamberit i zbret Xhibrili dhe i thot: "O Muhammed, bëni selam, përcjellja përshëndetjet prej Zotit Hatixhes." Para mendoni Zoti i gjithësisë mi bë selam një robi siç ishte Hatixhja. Po për çfarë ndodhi kjo? Dhe tha: "Për gëzo me një pallat diamantit në xhenet, në cilin nuk do të ketë lodhje as vështirësi." Kur e komentojnë këtë rast, pse bash pallat, shpërblim, pse lodhje dhe vështirësi përmenden këtë përgëzim nga Zoti për Hatixhen, për arsye se Hatixhja ishte nana e parë në shoqërinë e hershme muslimane, e cila kishte eduku vajzat, gjithsesi fëmijën e pejgamberit alayhis salam. Ishte lodh, kishte pas vështirësi, mirë po aja lodhje e saj, aja vështirësi e saj, Zoti ja kompenzoi me një pallat në xhenet. Domethënë qëndrimi në shtëpi, se sot prindet nuk kanë dëshirë ose qëndrojnë pak në shtëpi. Dhe qëndrimi i tyre pak në shtëpi, mu merr me fëmijën, i shkakton edhe këto pasojat dhe është problem që mu përball me sfidat e globalizmit, me sfidat e epokës digjitale. Unë mendoj që qëndrimi në shtëpi, edhe i babës, edhe i nanës dhe merrja më shumë me fëmijën ndihmon që mi pas në kontroll. Pra, Hoxh Bedriu thot që epoka, aspekti teknologjik duhet edhe konkuruar, duhet i vëmë përballë një ofertë tjetër. Dhe sa e rëndësishme është në këtë pikpamje një familje shëndetshme ku fëmia që rritet brenda kësaj familje të shëndetshme i ka të gjitha ato çfarë kërkon bota atij. Larmishmërinë, argëtimin, buzëqeshjen, atë botën e pasur me ngjyra. A është edhe kjo një sfidë, pra që thjesht të konkurohet në një farë mënyrë, pra mos mohohet, të jetë integruar aspekti digital, por në një farë mënyrë edhe të konkurohet, pra që fëmia mos kalon në mënyrë totale i dashuruar mbas objektit digital, duke qenë njëkohësisht i dashuruar edhe në aspektet e tjera. Pra pasurimi i jetës familjare. Mendoj se edhe këtu po ndërlidhemi që duhet një orar, duhet një angazhim i fëmijët në të gjitha aspektet, domethënë edhe në teknologji, po edhe në për aktivitete tjera. Ne si prind, dishta ta tregoj shembullin ton, ne si prind dalim shumë në për piknik, bojmë piknik, sepse bashkëshorti është shkencëtar biolog, dhe ndërlidhemi e shijojmë edhe natyrën, po edhe bëjmë fotografi, domethënë e përdorim edhe teknologjinë edhe e shijojmë atë anën tjetër të aktiviteteve të ndryshme. E kështu fëmijët vazhdimisht janë të mirën, domethënë i angazhojmë, në një farë mënyrë prindi mendoj që duhet jetë shembull, jo vetëm t'i tregoj nuk bën këtë, nuk bën këtë, nuk bën këtë, po të jetë shembull të aktivizohet së bashku me ta të ndërtoj diçka, të bëj diçka, të përpunoj, të recikloj diçka, edhe besoj që kështu plotësohet vetë koha e fëmijët.
The diçka, me aq pak fraza sa ti vizatove këtë modelin tënd familjar, unë kam një mik të ngushtë i cili është edhe me përgjegjësi të larta shtetërore. Ai ka një model të tillë familjar shumë interesant ku 3 fëmijëve edhe bashkëshortes bëjnë një model të njëjtë jete. Janë të angazhuar mbas trashëgimisë. Bëjnë udhëtime, bëjnë studime, jo dhe aq në aspektin zyrtar, por edhe si pasion. Dhe çfarë ka ndodhur? Ajo është një familje totalisht e angazhuar dhe në një regjistër shpirtëror të njëjtë ku të gjithë janë të angazhuar dhe fëmijët e vegjël, pra janë 2 fëmijë, janë të dashuruar me trashëgimin. Dhe kështu e ka modelin jetësor, udhtojnë, ecin, gjejnë, bëjnë. Që do thotë që në një farë mënyrë kanë krijuar një model që i përgjigjen këtij kërcënimi të aspektit digital. Shumë e vërtet. Këtu desha të ndërlidhem, realisht bashkëshorti i studion insektet, edhe unë si fëmijë nuk është që jam frigu nga insektet, por tani do me thonë duke i shikuar, duke dalë në teren bashkë, edhe i vlerësoj edhe ma shumë, edhe rolin që e kanë natyrë dhe vetë si krijesat Zotit. Edhe fëmijë do me thonë nuk frigohen as nga bubrecie, nga marimanga, nga diçka apo nga insekte tjera, sepse i dojnë edhe i shikojnë, e dinë si rritën, në për cilat faza kalojnë, edhe besoj që në këtë mënyrë edhe ata vetë e plotësojnë kohën, jo vetëm në teknologji. Pra ju e konkuroni me botën e faunës në një farë mënyrë. Po. E konkuroni epokën digjitale. Po, Bedri? Zonja shumë mirë se qenërit shëmbëltyr nga ona e prindin të familje është shumë e rëndësishme. Po, unë desha të dalë kjo pikë, sepse nëse ti ri gjithë ditën me celular në dorë dhe të kompjuteri, normalisht unë kam një vojzë 18 muajsh, cila shpesh herë është e lidhur, faleminderit, është e lidhur me celularët, me telefonat në i merë. Dhe e kam vrejtë që aja kur na shen neve, tenton me marë. Momentin që na e largojmë celularën, nuk e kërkon. Më thonë, problemi është që shëmbëltyra. Fjala urtë që thotë, fëmiu dëgjon me sy, në atë kuptimin. Gjithë shka fëmiu në moshën e rinore është ekspert për me kopju. Dhe qenër shëmbëltyr e mirë e prindë. Jo më kot kemi gjeni në përdorimin e celularit, sa ne si prindë fillojmë dhe kërkojmë ndihmë, fëmia 18 muajsh është në gjendje me hi në YouTube, mi përzgjedh videot që i pëlqejnë. Dhe argëtimi, dalën shëtitje natyrë që o përmend, përdorimi i lojrave, largimi nga ambientit i teknologjisë është për metoda shumë produktive që ndihmon prindit që me largu pak fëmijët e tij nga bota virtuale për mi kthy në botën reale. Se kjo sot po na mungon neve dhe kur fëmia nuk shën familje, shëmbëltyr, nuk shë rahati, nuk shë qetësi, nuk shë dialog, nuk shë bashkëbisedim, nuk shë dashuri mes bashkëshortëve, babës edhe nënëve, mes prindve dhe antarëve tjerë të familjes, ai ka me ik nga kjo bota reale për një botë virtuale. Dhe sot është botë që njerëzit janë afër fizikisht me njëri tjetrin, po janë shumë larg kuptimin shpirtërisht për arsye se ata janë të komunikuar dikon shumë larg. Dhe bota në këtë kohën e globalizmit është bërë një fshat ku mundësia komunikimit, qasja, lajmet, shpërndarja lajme, qofshin pozitive, qofshin negative, është bërë dhe tash unë mendoj që përveç prindërve, ne si shoqëri muslimane duhet mu vëddisu që me pas ato filtrat tonë, edhe të pajisjeve, edhe të platformave të rrjetes sociale që fëmijët tonë me pas çka me kërku. Se nga njerë kërkojnë për nuk gjojnë dëbishme. Dhe ne fatkeqësisht, sot musliman po flasën për gjithësi në botë, jemi bo shpenzus, apo shpenzus mediave sociale dhe nuk jemi prodhus, na nuk i dhojmë ngjyrat tona. Dhe këtu edhe prind, edhe në përgjithësi shoqëria, njerëzit unë ju bëj thirrje njerëzve ekspert që janë këtu fusha, duhet me vendos parimet tona, vlerat tona, për cilat thret edhe feja jonë, për shkak se edukimi i fëmijëve, na po flasim edukimi i fëmijëve, po edukimi i parë që do të më marr fëmia është që ai ka Zot, me njoft Zotin, me njoft profetin Muhammed alayhis salam, dhe shëmbëltyra edhe në mënyrë digjitale. Po, edhe në mënyrë digjitale, na asesi nuk do që t'i privojmë fëmijët nga parasysh se mbesin mbrapa me mësime, me studime, mbesin mbrapa dhe në integrim. Dhe kur na
i kemi parasysh këto që tek fëmia mbjellëm dashurinë ndaj Zotit, dashurinë ndaj profetit, dhe arrim që fëmia me dasht profetin, me që të lidhjen me bon, atëherë çka ndodh me fëmin? Atëherë mjafton që prindi fëmis një ditë m'ia lexon një tregim të profetit dhe ai e merr për arsye se tash e ka fermu lidhjen me profetin. Po nëse ti si ke fol kur për profetin, nëse kur si ke fol për Zotin, është problem që fëmia atë edhe kur ti tregosh për Zotin dhe profetin, nëse se ke mbjell në vezhili, është problem me dëgjues ai lyp diçka thot ma atraktive, ma të përshtatshme për kohën e tij për me kon edhe në mesin e shoqërive dhe rrethin në cilën jeton. Po. Ishte diçka këtu. Tash shumë është e rëndësishme se si e përdor edhe teknologjinë, edhe vetë si prind, edhe si ja servon fëmijët tënd. Ne kohën e fundit, përveç që paraprakisht i kemi mësu planetet, i kemi mësu gjërat se si funksionojnë në gjithësi, djali jemi din komplet edhe vajza, se si quhen edhe në anglisht edhe në shqip, tash e përdorim kryesisht për ta mësuar gjuhën e shenjave për shurt me mec, edhe pse asnjëri nuk janë, edhe nuk do të kishte asgjë të keqe edhe po të ishin, por e shfrytëzojmë në atë mënyrë që ta mësojmë edhe atë gjuhë. Pastaj kur ishim duke i mësuar planetet, djali interesoi pse i ka kriju Zoti planetet kur aty nuk jeton dikush. Domethënë ai automatikisht po nxjerr diçka të mirë prej asaj. Unë si nan jam aktive në një grup social në Facebook, të cilin e administroj me disa mike të mia, është i dedikuar për nënat, në përgjithësi edhe prind, nuk është domosdoshme të jetë vetëm nëna aty, por ka të bëjë me gjithënien, aty informohen për gjithënien që është një hap, është fillimi një jete të mbarë për të gjithë, domethënë edhe përkundër asaj që ne veç në Kur'an e kemi të shkruar sa është e rëndësishme ajo. Aty domethënë nënat që e përdorin, që janë përdoruese të rrjetit social, kyçen aty dhe marrin informatat bazë, informatat shumë të rëndësishme se si ta ushqejnë fëmijën e tyre. Edhe domethënë aty shihen edhe dobit që i ka vetë përdorimi i teknologjisë në mënyrë të mirë, domethënë në mënyrë duke ja nxjerrë tamam nektarin e teknologjisë. Po, në një farë mënyre, ajo çfarë pasqyron sot teknologjia është edhe bota jonë. Dhe bota jonë, më falni, nuk është të mbushur e gjitha me gjëra të bukura. Edhe bota, realiteti, deri dje ka qenë sfidë e madhe që mbetet. Sigurisht në çdo kohë dualiteti midis familjes edhe shoqërisë. Ku do merr më tepër fëmia? Do merr nga familja apo nga shoqëria? Sepse ajo çka është në familje mund të jetë e kontrolluar, ajo çfarë është në shoqëri nuk është e kontrolluar. Ne fëmijës nuk mund t'ia zgjedhim shokët. Por fëmijë do qëllon ndoshta një fëmijë që ti nuk ke preferenca ndaj atij, ndoshta ndaj nivelit familjar, ndaj mënyrës komunikimit atij fëmije. Gjithashtu do ta çosh fëmijën në shkollë. Edhe atje nuk ka përzgjedhje. Në klasë, në ambient, mund të jetë një fëmijë i cili nuk i shkon me kulturën që ka nga familja ndoshta ose individuale, nuk i shkon fëmijës tënd. Pra, pothuajse është e njëjta gjë në një farë mënyrë. Edhe epoka digjitale. Gjithë çështja është tek përzgjedhja dhe çfarë duhet të bëhet më e dashur në këtë hapësirë edhe digjitale. Besoj që kjo është sfida më e madhe. E tha Bedriu në një farë mënyrë, tha, nëse do t'ja bësh të dashur profetin, besimin, principet që kalojnë nga ky mjet. Po, ndoshta mund të lidh me atë që the qenërit prind pozitive shumë e rëndësishme. Për arsye se nganjëherë prindi nëse nuk e kupton rolin e tij, se çka do të thonë me qenë pozitiv, atëherë mundet me ndiku negativisht në rritjen dhe zhvillimin e fëmisë. Pra, ti je në pikën që ndërtimi i personalitetit prindror tek sytë e fëmisë. Po, dhe që më pas ti ke dhe forcën e argumentit, ke dhe forcën bindëse, që ose s'ke ndërtuar një personalitet. Edukimi, nuk do të me kuptu në edukimin, edukimi fillan para se me lindë fëmija. Edukon një fëmijët 20 vite para se me lindë. Në kohën ashta epokën digjitale dhe 40 vite para se me lindë. Fillon me përzgjedhjen nga ana e burrit bashkëshortën e përshtatshme, nga ana e bashkëshortës bashkëshortin e përshtatshëm. Domethënë edukimi i vetvetes, përgatitja profesionale, çësia morale, etike, gjitha këto ndikojnë se para përgatitet tereni që kur të vjen loza e re, kur të vjen fryti i ri, nga një tokë e mbarë, nga një tokë e bereqetshme, atëherë edhe fillimi do të jetë i bereqetshëm.
pika që me qenë prind pozitiv, është e rëndësishëm që prindi duhet me ditë që ka edukim. Marrja ti me fëmin është edukim, jo hakmarrje. Se nga njerë na shohim fëmijët për veprimet që i bojnë i dënojnë. Dhe kjo është nështë pika, por për një prind pozitiv është që ai duhet me ditë që edukim, jo hakmarrje. Për shembull, nëse prindi ka marrë fëmijët e tij, familjen dhe ka dalë në piknik me veturën e tij, dy fëmijë e tij mrapa po ngucen mes veti për një lojë, çka ndodh? Prindi negativ, çka bën ai? Thotë, "Am na lojën këtu, hap dritarin e veturës dhe e gjun lojën." Kjo është hakmarrje, nuk është edukim. Po, prindi mirë, çka si vepron këtë situatë? Po, Ai thotë, për qenë më konkret. fëmiu i cili po kërkon lodrën, i thotë, kur shkojmë shpe, kam ata dha lodrën më të mirë, atë lodrën që në shpe, ose kam ata ble lodrën më të mirë, e të i kalën problemin. Kjo është ndoshta e para. E dyta, me qenë prind pozitiv, prindi duhet me konë në gjendje me dëgju shumë fëmijën e vet. Me qëndru me fëmijën, në mënyrë që fëmija më shpreh. Mos me leju që mes tij dhe fëmijës me pas barriera apo sekrete. Se problemi sot i prindve është kur këta nuk merren me fëmijët dhe fëmija mbetet vakum mes fëmijës dhe prindit dhe ka sekrete. Dhe prandaj nuk është në gjendje me kontrollu. Përpara, kur fëmija ka qenë jashtë shtëpisë, është sekletis prindi, baba, nana, se çka i ndodh, ka është, me kanë po shoqënuar të kështu. Sot problemin mendoj që më i madh është kur është brenda familjes, në epokën digjitale. Ajo është me ty fizikisht, po nuk është shpirtnisht. Ajo është të shpalu tabletin e vet, iPhone-in e ngjajshme, dhe të nuk e di me kanë është të komuniku. Pra është kilometra larg realisht. Kilometra larg. Dhe e treta që me qenë prind pozitiv, nuk do më thonë që çdo nevojë, çdo kërkesë të prindit, të fëmijës prindi m'ja plotsu. Prindi ka nevojë m'ja dhënë një vitaminë, si që lëgë përmend vitaminën jo. A vitaminën N, prej no, jo. Do më thonë m'ja dhënë, shpesh herë duhet mi thonë fëmijës jo, po mi tregu pse jo. Se nëse prindi i përgjigjet çdo kërkesë të fëmijës, fëmija ka morrit me qenë i mvarur prej tjerëve. Nuk ka në situatat, na nuk fëmija do të me mësu qysh mu përballë me sfidat, jo mu tërhiq për sfide. Do të mu përballë me problemin. Nëse shohim që fëmija ka ndërprej trajnimin për shembull në futboll, prindi do të me ditë pse ka ndërprej. Me insistu që ai me vazhdu, nëse ka arsye, atëherë ja ndron trajnimin, ama jo me njerë me thonë me pranu. Dhe këto elemente besoj që i ndihmojnë një prindi me qenë pozitiv dhe të përkujdesja dhe na shpesh herë përkujdesin e ngatroj me edukim. Po, pejgamberi po çdo prind është përgjegjës, ama përgjegjësia është dy llojesh, është në kuptimin e përkujdesjes që duhet m'ia plotësu nevojat shkollore fëmijës, rrobat, ushqimin, gjanat e nevojshme, trajtimin shëndetësor kështu me radhë. Kjo është përkujdesje, nuk është edukim. Edukim është aja dashuria që ja shpreh fëmijës. Që fillon dhe instalohet. Po, instalohet shëmbëltyr kur ti sillesh mirë, kur prindi sillet mirë, baba me nanën, nana me babën, domethënë bashkërt me zveti, aja janë modeli më i mirë që kjo është edukimi. Kur fëmia e sheh prindin e tij të e fal namazin, ose të dha sadaka, ose të fol mirë, të këshillu mirë, të qeni durueshëm, atëherë kjo është edukim për fëmin. Dhe e fundit e kisha përmbyll për me qenë prind pozitiv, është që nervozës do të më thojë jo prindi. Prindi do të më mundu që me stopu veten e tij, pa marrë parasysh çush reagon fëmiu, sepse kjo ndikon edhe në psiqikën e fëmijës, në tarmen, dhe shumë gjona ne e dimë që edhe trashëgohen. Kalojnë edhe përmes gjene, po edhe trashëgohen kuptimin etik të fjalës. Etik të fjalës. Po, a ka privatësi fëmia? Ka privatësi fëmia? A duhet marrë në konsiderat që edhe fëmia ka privatësi? Dhe duhet me qenë të kujdesshëm në këtë pikë. Po, te kjo pikë, personalisht, jam pak as në një rënan, po as në tjetrën. Do me thënë, jo edhe të lihet komplet i lirë, të veproj që ka doj, të shikoj që ka doj, por të ketë edhe një kontrol, një vëzhgim indirekt, jo ndoshta direkt, ti pët ajo ndjenja se prindi ka besimin të kaj, por njëkohësisht edhe ta shikoj historinë, ta shikoj çka po shikon, me kënd po bisedon e këto. Përveç dëmeve sociale, do me thënë që vinë si përmendje edhe hoxha i nderuar, kemi edhe dëmet shëndetësore, për cilët sigurisht flasim psikologët e mjekët e tjerë, që
Studimet e fundit kanë treguar se është i dëmshëm përdorimi i afatgjatë, domethënë brenda ditës i një celulari apo një iPad-i, tableti e kështu, apo fjetja me njerë pasi ta ketë shikuar tabletin. Unë kam dëgjuar, ndoshta ndonjëherë më ka ndodhur edhe vetë, ti lëshoj ndonjë këngë apo ndonjë ilahi apo diçka, edhe fëmiu ta nxej gjumin. Po çka ti bëj pastaj ta zgjoj apo por besoj që duhet me gjeta të baraspeshën e të dyjave, edhe domethënë edhe si të përdorimit edhe të mos përdorimit të shpeshtë. Më falni. A ndodh për shembull që të kritikohet fëmia për diçka që prindi nuk është koshient që atë e bën dhe vetë. A kemi këtu një pikë të një lloj padrejtësie që mund t'i bëhet fëmis, pra i kërkohet diçka, por që prindi e ka bërë atë vetë dhe nuk do ta pranoj këtë fakt, ose thjesht ai nuk është i vëmendshëm ndaj vetvetes dhe është shumë i vëmendshëm ndaj fëmijës. Mundet, po. Fëmiu si fëmi, domethënë ai i merr të gjitha, sheh gjithçka çka ne ndoshta ndonjëherë nuk e dim, hiq më larg se mbram kur isha duke shfletu diçka në telefon. Vajzës veç i thash që ka kalu orari i shikimit televizionit, po tha nanti tha je duke shiku televizion, sepse është mësuar në kohën kur ata nuk shikojnë, domethënë të miremi ne me të. Po tash unë nan kam punë diçka, u mundova pak të arshikohem. Pra në mënyrë, ne jemi libri që ato lexojnë. Është e vërtetë, shumë marrin gjithçka që shikojnë. Nderuar Ermer, procesi i edukimit është proces i cili nuk përfundon. Prandaj edhe pse ne jemi prind, ne nga njerë të eduku fëmijët tonë, edukohemi edhe vetë. Prandaj kjo është një praktike mirë. Nëse fëmijë neve na e bjen argument që ti po përdor telefonin vetë, pse mu më thumës me përdor telefonin, atëherë mendoj që kjo është pozitive. Se fëmiu është argumentues. Dhe atëherë kjo do të më na bëjë neve që mi thonë mirë ki qon penale telefonin në dhonë. Do të praktikisht mi tregu fëmijës. Tek monitorimi i pajisjeve digjitale, unë mendoj që janë dy shkolla. Shkolla parë thotë që dohet liri absolute me pas fëmija, me kojë lirë, me vepru çfarë dojnë, le të provojnë edhe të mirën edhe të keqen. Edhe në sazat të fejs, edhe halallën edhe haramin. Kurse shkolla tjetër thotë izolim total. Fëmija, dhe më thonë, në farfoj me qeni prangun, larg pajisjev, larg këtyre sfida. Unë mendoj që edhe shkolla parë dhe dytë është gabim. Mesatarja është më e mira, në feje cila preferohet, ashtu që dhe pejgamberi, mesi ardh po flas, dhe cila është ai? Duhet izolim pjesëreshëm edhe liri jo absolute, por relativ pjesëreshme. Kur këtu dyja kijen parasysh, tash më kujtu një fjalë Sami Frashë ka thonë fëmis duhet më dhon ato që dohet, jo ato që e kërkon. Ato që ka nevojë, jo ato që e kërkon. Prandaj, besoj që kjo frazë është shumë aktuale për temën që na po besojmë. Pra, fëmija, sidomos prej moshës 1-5 vjeçare, apo edhe në faza tjetër dhe në fazën e adoleshencës, nuk është në gjendje me kuptu gjithçka. Prandaj, janë do gjëra që fëmija nuk e ka si nevojë, si dëshirë, don më relaksu, don me lu, mirë me gjitha, na jemi prindje e ka përgjegjësinë që ai duhet me drejtu fëmijë, me kanalizu. Pra, fëmijës duhet me ofru ato që duhet me ofru, jo ato që kërkon fëmija. Duhet shpeshherë me përdor atë vitaminën që thash më herët ju. Po, atë që e kërkon. Sepse në qoftë se ti vetë ju fillimisht prej fillimit ke fillu m'ia tregu ato të mirën, donjëherë fëmiu bashkë ta sjell ndërmend atë që i duhet edhe që e kërkon nga ne si prind. Do të thonë t'ia japim edhe atë që e kërkon. Sepse fëmiu vetë ndoshta nuk është e thënë që gjithmonë e kërkon atë që është e dëmshme. Ato që e kërkon, po që është e duhur për ta. Që është e duhur. Se nëse ai kërkon diçka që nuk është e duhur, atëherë është problematike. Së mos kjo vlen dhe ushqimi, sepse kemi edhe kërcënimin tjetër, kërcënimin e ushqimit të konservuar ose ushqimi që vërtet është i shishëm, por që është krejt i padobishëm, madje edhe i dëmshëm për shëndetin. Edhe në këtë pikë është një sfidë e madhe tek edukimi i ushqimit, sepse kemi të bëjmë me organizëm dhe ashtu siç mund vinë sëmundjet shpirtërore, sëmundjet mentale, nga teknologjia, pastaj kemi edhe sëmundjet fizike. Ne i ruhemi obezitetit pikërisht nga mungesa
e ushqimeve të shëndetshme, por që janë të shijshme dhe ju pëlqejnë. Po ushqimi përmende, më pëlqej shumë një fakt, e lexova një rekomandim sociologëve, sidomos ata që merren me fëmijët kur e kanë periudhën e gjithonjes. Dhe po thotë shumë mirë, thotë nona duhet më ofru fëmijës shumë edhe pa e kërku. Domethënë, ka njerë fëmijës duhet më ofru gjona dhe pa e kërkuaj, gjonat e mira, moralitetit. Edhe të shumështë për arsye se ndikon, se ai mos me kuptu që veç kur ka nevojë, po ka njerë ushqimi është dy lloj, është përveç ushqimit fizik që i ndihmon më rrit fëmijën më zhvillu, është edhe ushqimi shpirtëror, që këtu duhet na nganjëherë merremi me një llojin e parë të ushqimit, kurse ushqimin e dytë e lojmë anash. Edhe ushqimi shpirtëror janë mësimet e fesë, mësimet kuranore, mësimet profetike, për arsye se shohim pejgambert, na shpesh herë harrojmë që na kemi nevojë nganjëherë për fëmijën tonë mu lut. E shohim pejgambert më të suksesshëm. Që Ibrahimin a.s. me të birin e tij Ismailin, Ishakun e kështu me radhë. Unë do dilje këtë pikë, po dole. Po, vetëm këtë tek lutja. Kur i shohim në Kur'an, e kanë lutë Zotin që m'ju fal pasardhës të hajrit. Jenë lutë që me qenë prej praktikuesve të fesë, për me qenë prej atyre që kur i shet kënaqet syni. Domethënë, lutja nganjëherë bën mrekulli në praktikën e fëmijëve. Ndoshta si ke fol shumë, po je lutë sinqerisht, në kohën kur pranohet lutja, atëherë sigurisht se lutja jote do shkoj, do të dëgjohet, do të hapen dyert e qiellit për ta. Një urim, sigurisht, musliman thotë, besimi ju nga njerë testohet në gjëra, nga njerë në duke të rëndomta, mirë po që kanë shumë peshë. Në momentin thotë që fëmia ka një dhimbje, ka një shqetësim fizik, nuk shkem tek fatihaja, po shkem direkt e aspirina, që sigurisht janë të dyja të vlefshme, edhe ashtu, por ama rendin e parë kemi nuk e kemi te fatihaja, kemi te aspirina. Po. Në fakt, edhe këtu duhet me gjetë atë mesin, dhe me thënë edhe duke ja dhënë aspirinën, por edhe duke lutur Zotin për të shëruar. Prapë do ndalesha tek pjesa e lutjes, sepse ajo, si që thuhet në ligjërimin fetar, ka një ndikim të jashtëzakonshëm në fatin jetësor të njeriut. Edhe ju e përmendët mirë që ajo duhet të jetë një pjesë e pandashme e gjithë procesit të edukimit. Dhe në finalin, në mbyllje të minutazhit të këtij emisioni, do doja, si me thënë, ato fjalët e fundit, ato mesazhet e fundit për një prindërim sa më të mirë që mund të përcjellim tek audienca që na ndjek, pra që, siç e thatë, nuk është për t'u friksuar, po është për të na rritur përgjegjësinë, recetat ekzistojnë, mjafton përdorimi drejt atyre. Apo jo? Po. Unë lexova një rekomandim të ekspertëve të Harvardit që i drejtojnë prindërve, se çka me pas parasysh gjatë kohës të qenurit prind në raport me fëmijët e tyre. Dhe këtë porositë cilat ata i kishin përmend, ishin porositë tamam tipike islame, tipike fetare, morale të pastërta. E para prej tyre ke fëmijëve japni sa më shumë dashuri. Pejgamberi një rast, pejgamberi alayhis salam përqafon nipat e tij dhe një njeri i cili ishte prezent ato i tha i dërgoni Zotit, unë i kam 10 fëmijë. Po asnjërin kurrë s'e kam përqafu. Pejgamberi tha ai që nuk dhuron mëshirë nuk i dhurohet. Domethënë është shumë e domosdoshme që fëmia me ndje që prindi e don. Nuk po tham që fëmia me ndje në ekstrem, që e përmend edhe zonja mesatare çdo herë, që ajo është epiqendra e tokës, për arsye se mund të jetë negativ, po me ndje që është personi më i shtrejtë për prindet. Nëse fëmiu e ndjen këto, kjo është bota reale. Nuk shkon në botën virtuale. Kjo i ndihmon, domethënë, sa më shumë dhuroni fëmijëve dashuri. E dyta, sa më shumë kushtoni kohë fëmijëve. Dhe për me qenë prind i suksesshëm, ti nuk i mundësi. Një studius amerikan, i njohur në fushën e menaxhmentit kohës, pas një kohë smuret, shkon në spital, 4 ditë si vjen vizit familje, ngushtë. As gruaja, as fëmia. Ditën e 4 i vjen djalit 18 vjeçar, po ky i mërzitën shumë, kishte kaluar stres, depresion. Përveç smundjes pse si kanë ardhur në vizitë.
dhe po i thot djalit ti, thot që 4 ditë thot baba në spital, si ardhë me vizitua, ta shtron me endë, thot të po ti e shembli jonë. Ti tonë kuë nuk e konë familje. S'ke qenë familje. S'ke qenë familje. Dhe ky autor thuhet, pasi që është shëru ka dolë prej spitalit, e ka shkru një liber, menaxhimi i kohës në familje. Së është pëndu që ka pas lëshim. Kjo ka folë për menaxhimin e kohës, ama për menaxhimin e kohës në familje, e ka specifiku se e ka ka mësu për djalit ti një përvoj. Dhe e treta, si rekomandim i ekspertëve të Harvardit, është që fëmijët tonë që u tha gjatë emisionit, duhet t'i mësojmë se si të përballen me sfidat. Rastin e kem Jakubi a.s. me Jusufin, pas një mungesë të madhe të birit ti, kur u takun u përqafun, filloi me qajt Jakubi. A.s. i tha Jusufi, tha, o baba jam, ti je pejgamber, a nuk e pas bindje që kena mu taku? Tha, o biri im, tha, unë më koni bindu që kena mu taku. Tha, mirë, po, tha, stuhia i jetës kam pas frikë që po të merë, po të ndryshan. Tha, se takimin e kom di që kam taku. Po, branga ja mërzia, ja më konë që ti ke shku një vend tjetër, sfida tjera, dhe ka mundësi që të kanë deviju nga rruga e Zotit. Dhe si përmbyllje të këshillës tam është që çdo prind, mos mi thonë vetës që unë jem prind, por sot s'jam prind. Ditën e honën nuk jam prind, ose ditën e gjumo jemi ngarkun, nuk jam prind, për shembull nasit teolog. Prind duhet me qenë çdo moment. Nga njerë kohët e nërmjetme që thujmë na, janë shumë të nevojshme që ato që ti me mbill tek fëmia jot. Pra prind duhet me qenë i vazhdueshëm. Jo sot nuk jam prind, nesër jam prind. Prind duhet me qenë i vazhdueshëm. Inshallah Zoti na bashkon hajrat dhe të mira. Faleminderit. Nëse mund të keni edhe ju një fjalë të fundit? Po, atëherë në unë mbyllje? qaftu të gjithë prindrit, nënat, baballare që t'ju kushtojnë sa më shumë kujdes të mësohen si ta menaxhojnë kohën. Kam pas raste që më kam pyet si e menaxhon kohën edhe në punë, edhe në studime, edhe në rrjet social, po edhe me fëmijë. Atëherë besoj që për këtë duhet një menaxhim i mirë i kohës, t'ja kushtojnë fëmijëve kohën, të miremi me ta dhe të shohin sa më shumë shembull të mirë prej prindërve. Ju falenderoj të dyve për një ezaurim mjaft të mirë, të saktë të kësaj teme delikate. Besoj që për jush dhe për këtij emisioni, të gjithë ata që janë prindër do të kemë përfituar jashtëzakonisht dhe që për këtij momenti diçka do ndryshoj për mirë në jetën e tyre, që ndryshoj për mirë dhe tek fëmijët e tyre. Bashkë miru takofshim.